Një sekond. Dal jashtë. Më lërë të kaloj një këtu. Po ti vazhdo, burr. Do vdes këtu me ty. Lali. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Flak Fare, podcastin më djegës në qytet. Sot jemi si gjithmonë me sponsorat tanë, Jute. Aty ku bëhet qejf dhe dialog i këndshëm, sigurisht është dhe Jute, dhe qejfi bëhet pa cash. No cash, no problem. Kemi Lufrën, e cila ndihmon të ftuarit e mi që të përballojnë ndjekjen, KFC-n, e cila shoqëron që ditën e parë me këto krak pulet mrekullueshëm. Go Plus, mos harroni për Go Plusin keni atë shorteun i cili dhuron Avatar 2, një supermakinë që vlen mira euro, prandaj nxitoni dhe futuni tek loja Go Plus për të fituar. Go Plus i cili na jep një energji, prandaj dhe ftuari sot do pik pak dhe logo ose slogani i Go Plusit është Go Home or Go Eger. Pra shko egërsisht dhe sigurisht mos të harroj kodigon. Tequilën më premium që mund të gjeni tequilën më premium që mund të gjeni realisht në Shqipëri, sapo është futur, prandaj ju që jeni qejfli dhe e dashuroni tequilën dhe ta degustoni atë, sigurisht mund ta gjeni kudo. Këto ishin sponsorat, mos harroj gjithashtu Real Motors, kompaninë e cila ju ndihmon, prandaj klikoni nëse doni në Instagram apo online, kudo në Google. Real Motors ju ndihmon që të gjeni makinat ose motorat e dur për të marrë me qira dhe për të shijuar gjithçka. Argjendari Donaldo është e fundit, qershia mbi tort, i cili Argjendari Donaldo që gjeni lehtësisht përballë totalit, ju mundson që të gjeni bijou të formave të ndryshme, dizajn spektakolar që nuk i gjeni askund tjetër, dhe sigurisht kujdes gjithmonë që për të ftuarit e mi të ketë një dhuratë. Thënë gjitha kjo, kërkoj ndjes nga e ftuara ime, e cila më tha që shiko Rud, është herë e parë që më shkoj në një podcast dhe unë e vlerësoj 5 fish. E para është një imazh kur isha me partneren time, dhe kjo nuk është as like as gjë, duhet ta dish. Kur isha me partneren time po diskutonin për estetikën dhe bukurinë, po të tha, "Oru tani e bukur është Monika Lubonja për shembull." Dhe kjo kështu që imazhi i Monikës për të gjithë që e kemi parë, sigurisht për shumë të tjerë që janë dhe më të rritur se unë dhe kanë konsumuar shumë në gjitha hapat e karrierës së saj, nuk besoj se lidhet me një format që është shumë energjike, shumë sfiduese, djegës dhe në një lloj forme e kërcënon atë bukurinë, divën, koketën e bukur që është Monika. Megjithatë, unë dua ta falenderoj jashtëzakonisht shumë që je këtu. Është kënaqësi dhe privilegj shumë i madh që je me mua. Faleminderit juve dhe mos më digjni shumë, se po më dhat kështu pikante, bëjmë Flak Fare pastaj. Po mirë, në formatin e dur. Shiko, për shikimet e mia, është shumë mirë që mos të përballohet djegja. Megjithatë, duhet të them që përveç Endrit dhe Sefit që kanë qenë bashkë dhe që e kanë çuar deri tek numri 8, të gjithë ftuarit e tjerë, goca qofshin apo burra qofshin, kanë arritur që ta përfundojnë sfidën. Unë e di që ti je natyrë sfiduese. Unë po mundohem të marr më të mirë nga situata. Megjithatë, ti je e lirë që ta lesh aty ku ti nuk mundesh më. Edhe është e tmeshme se unë nuk i përdor fare djegë. Fare? Po fare. Por? Po? Do sfidojmë për herë të parë dhe këtë gjën. Bëje për të gjitha gratë që të ka qef dhe ti. Unë mendoj që gratë vdesin për djegë, se tani të shikojmë të burrat. E shef? Tani, unë di që kur ke qenë e vogël, ke qenë një natyrë shumë hamse. E vërtet. Edhe ke thënë, se unë do që shumë intervistat tuat, edhe pse ti nuk është se ke ndarë pak nga jeta jote në formatin Big Brother, ne dim shumë aspektet jetës tënde, fatmirësisht mendoj unë. Por edhe në intervistat tjera që ndoqa, pash që tregove për jetën tënde, për fëmirin tënde, një intervistë shumë e ndjerët e këndshme ishte e fundit që pashte Klan Kosova. Atje ndave shumë aspektet jetës tënde. Megjithatë, një ndër gjërat që the ishte që ti ke qenë një fëmijë i mbushur topolak ose i shëndosh kur ke qenë i vogël dhe kishe shumë qejf të haje. Vazhdon ky sport?
Shiko, këto të ngrënët, kur ishim të vegjël, ne na gatuan të mua, kam pasur dy gjyshe që gatuanin në mënyrë të mrekullueshme. Njëra ka qenë nga Korça, kolonjare tjetra ishte nga jugu, nga Kallarati, dhe mendoje se si mund të gatuajnë ato. Ke gen Kallarati? Po, kam gen Kallarati dhe kam të zjarrt fare. Po Kallarati besoj se hanit mish të gjallë. Po, edhe çuditërisht unë vdes për mish të pjekur, në hell. Në hell? Në hell, edhe po e bëjnë kështu me krip shumë, thonë që i do burrat shumë, po ku e di unë pse. Si. Okej. Do të thënë nëse ti konsumon mishin me krip thonë që do burrat shumë. Po. Kripa është gjithmonë do mish, do më thënë, mishi do mish. Mishi do. Mishi do mish. Mishi do mish. Dakor, unë them që ta nisim direkt dhe ne edhe e zhvillojmë bisedën. Salsa e parë quhet bujrum. Bujrum. Prandaj dhe unë të mirë pres. Ti mund ta kapësh këtë krahun e pulës, mund ta kapësh si duash, mund ta coptosh shumë nëse do. Vendos një herë pa djegse. Ta dish që edhe kjo ka çik piper. Ja më thuaj, tani kjo që hëngre, është djegse? Jo. Okej, atëherë përballon. Ja, tek e para këtu. Vjen çik. Po vjen. Pa mirë lyza unë, sikur vdes për Olta Daku do thot qyqja Monika. E ke shoqet mirë Olden? Shumë. Ja, më duket se po aktron. Për zotin po aktron. Nuk. E ke gabim? Vërtet? Aktoj, por e duroj. Këta e duron? Këtë do ta duroj. Ti mund të përdorësh edhe çik qumësh nëse djeg. Ma fal tani. Ty të duket aktrim kjo bujrumi? Kjo ishte e gjallë, djegse. Nuk e di kush do ketë më shumë vështirësi sot ti apo unë. Kjo intervistë. Fillojmë. Bujrum, tani me pyetjet. Bujrum, patjetër. Ço ti ke ndarë shumë aspekte tjetër. Duket po lotove çik? Po do lotojmë. Unë jem shiko, ti ke thënë që ti je natyrë që qan, pra je natyrë që emocionohesh, që më duk shumë interesante në atë intervistë që the që unë kam një cep tek shtëpia ime, që kur emocionohem, shkoj aty dhe qaj. Po. Dhe nuk dua që të shkoj askush të dobët vulnerabël. Po. Pse? As janë gjithë njerëzit vulnerabël, në këtë sens e kam. As jemi të gjithë vulnerabël? Po, shiko, unë e lidha me jetën time. Sepse nga një përkëdhelje shumë e madhe, nga një fëmijë shumë i përkëdhelur në gjithë fisin tim, jo vetëm në familjen time, domethënë goca e koçiut, një e vetme. Kur ti ndeshesh në moshën 18-19 vjeçare brutalisht me një gjë që as e kishe menduar, pastaj ti fillon të dëshirohesh, pastaj të vjen një divorc, pastaj ti shikon dhe thua që prit se kur qanë njerëzit të quajnë të dobët, ose kur ti shkon në një mënyrë dhe ju kërkon edhe punë, siç kam kërkuar, sepse unë ju kam kërkuar regjizorëve rol, dhe nuk është turp, se nuk dua të them që shikon pa regjizori mua rrugës, edhe ja bëra unë dhe ai. Jo, e kam kërkuar vetë rolin dhe kur shkoja që i thoja nga njerë që kam nevojë, dhe kur është nevoja është në dy anët, edhe nevoja shpirtërore. Nga njerë unë nuk kam dëshirë ta lidh me pagesat, sepse po të shikosh Monika në përgjithësi, nuk jam natyrë që kam bërë kompromis me pagesat. Kam bërë kompromisin me gjën shpirtërore timen, me gjën që mua më kënaq shumë, me gjën që na ka kënaqur ndoshta në familje, në shoqërinë time, tek spektatorët e mi, tek njerëzit që më kanë ndjekur, dhe jam ndier shumë e lumtur. Dhe nga njerë kur kam qarë, ma kanë quajtur dopsi. Ose nga njerë thonë në mëse gjynaf. Po edhe gjykimet shoqërore, në gjykimet shoqërore në ato kohë i kemi pasur shumë më të ndaja se sa tani. Unë habitem tani që bëj një video në faqen time të Instagramit dhe fillojnë edhe komentojnë gjëra që mua më duken kaq qesharake, kur unë kam bërë gjëra shumë më të avancuar në rinin time, gjë që në atë kohë nuk bëheshin, dhe atëherë mund të ishim më shumë paragjykuese se sa tani. Po si për shembull çfarë, Monika? Çfarë bëni ju në rinin që ishte paragjykim?
Shiko, që ti të kishe në rini dhe të bëje filma ku përqafoje, putheshe realisht, shiko, i përkasin një brezi unë të paktën, sepse kjo gjëja nga njerë është mirë dhe të thuash. Unë dhe shumë moshatarët mjetë kaluam dy situata. Kaluam një situatë moniste, ku ishim mësuar me ato gjërat që do i pej dora, do shikojshim vetëm sy më sy, do kapnim pak dorën. Dhe erdhi një stad tjetër që ishte ajo 90-ta, 91-shi, që këtë papritur, unë e kam thënë në shumë intervista, Michel, një operator thajtë se tani Mihal Rama, thajtë që se mos e provojmë një puthje. Po jo se ishe në skenar, por tentoi të këta artistët, si të thuash të këta njerëzit që unë i quajmë më tepër se sa regjizor ose fjala aktor. Janë ata njerëzit që të shikojnë për pas skenës, që guxojnë, që shikojnë një sy tëndin, që thonë shiko se kjo gocë mund t'ja kërkojmë, sepse unë në ato kohë... Po pse mendoni se mund t'a kërkonin ty? Sepse në paraqitjen time ose në bisedat që unë bëja isha shumë e hapur. Okej. Dhe nuk isha një nga ato vajzat ose gocat që shiko se unë kam marrë në një ambient të kinostudios Shqipëria e Re, që unë sot e kujtoj me një mall dhe nostalgji të madhe dhe na mungon shumë, por që gjithmonë thuheshe shiko se po shkojnë goca të bukura të mira dhe pasaj regjizorët, skenografët, kostumografët, fillojnë historirat e tyre. Kur faktikisht ata ishin njerëz, në qoftë se ti je e lirë, për shembull, si në gjimnaz, si që ke qenë me shokët e tu të klasës, gjimnazit, që kishe qef të ngacmoheshe, të përqafoje, të ngrije edhe një shqenë. Për shembull, unë në ato kohë kemi pasur, nuk e di, ju jeni shumë të ri, por kur ecnim rrugës, kemi pasur ca puseta. Edhe po të binim në puset, donim që si çuna të çonin në puset. Si ti çonim, duhet o të shtynim edhe gocat në ato kohë gjithmonë, 80 ca i shtynim me delikatesë. Unë që isha në atë kohë 79 kile, ju i pja një shqel, edhe i që janë puset. Po, kështu që... Si pjesë loje gjithmonë, si pjesë arritimi. Si pjesë loje, kështu që unë nuk ndryshova nga jo Monika i gjimnazit, edhe nuk isha ndërmend të ndryshoja për asnjë gjë. Qoftë në film, qoftë në marrëdhëniet me njerëzit, pra isha e çliruar. Ndoshta këtë çlirim pa regjizori, sepse unë isha me partner në ato kohë dhe pedagogun tim të fjalës artistike Ndriçin Xhepën, që e kam idhull sepse pata fat të luaja me të filmin e parë. Dhe ai tha po, pa problem sepse mendoj që unë nuk do ta aprovoja. Okej, ti aprovove. Po më tha. Po aprovojmë tha o tash. Pa problem. Se mos aprovojmë. Se mos aprovojmë. Jemi që jemi ne. Kemi djegse tjetër tani. A jeni qik mistrece, ti ke gjenu qik mistrece? Shiko. E lyu, ka se edhe, ka për zotin. Jo, po unë do t'a lyha, unë do të vdes deri ku vajti ai korçari, se ai nuk është korç ande nga ne, ai është korçari but. Se ti e di që korçarët janë të but. Po ka janë korçarët but janë po nga janë të fortët, që ti thes janë nga qik shiko. Jam unë. Ti se beson. Pra këtu e di unë, edhe njerë kjo ishte mistrecja. Po, mistrecja. Ti se beson, po... Më ndish kamera që do t'a haj se do bëj sfidën time të radhës. Kështu i qofshin gjithë njerëzit. E hëngrit e gjithë pullën, bravo. Sigurisht ëngra aty që leba. Jo. Kjo ja, nuk ishte ndjekse. Është e sinqert. E shishme ishte biles. Shumë e shishme, jo. Kjo me këqef e ha. Ta jap për recetën. Zotin që ose duhet jap dhe qik me vete. Dhe thua ti, pse mos ta provonim, theti. Sigurisht kjo është reflektim, besoj edhe një faktit që ti edhe ke shprehur ke pas një marrëdhënie shumë të hapur me prindrit e tu, cilët sidomos babai ka qenë njëri liberal apo jo, dhe të ka suportuar. Shumë liberal dhe... A duhet të pyesja diçka? Meqense edhe unë tashmë jam një prind dhe një goce, dhe është një goce vogël. Dhe lexoja për sa i përket sindromit të princeshës. Princeshës, gjithmonë e kam. Po. A të ka prish punë fakti që i rrit si një princesh? Në kohët e sotshme, më ka prish punë. Sepse në momentin që ti rritesh dhe nuk të mungon asnjë gjë,
nuk dua ta them për fyerje, por unë kam pas, domethënë duke pas prindrit jashtë, kam pas kpucë Lustrafine në atë kohë që në atë kohë nuk Që kishte. s'ka akoma dhe sot, tha. Jo, sot i ka. Ka. E kam fjalën ca fusane të veçanta ajo të kombinatit Beratit, basmet e kombinatit të Beratit, që ishi me shumë, unë i kisha ndryshe. Po ke qenë gjithmonë bukuroshe? Besoj se kam qenë gjithmonë, por kur u shëndosha një moment, thosha Kur u shëndoshe ti? 13-14 vjeçe, aty kur trupi i themrës ndryshohet, zhvillohet. Deri kur e mbajte këtë? Unë e mbajta deri në fakultet, biles do t'ju them diçka, sepse me të vërtet të gjithë pedagogët ma afroheshin, më jepnin në rolet e gjithmonë kam pasur personazhe pozitive, pra nuk kam pasur mistec liqe. Nuk e lejonte edhe portreti po. Nuk e lejonte ky portret që nga një let ishte pak mistece, për kohë që kemi ardhur se mirë do më dilte. Edhe kishim këto përgatitet e fjalës artistike, bënë edhe ngjiteshim në skenë edhe ishin këto mimikat që si do flisnin, më thonin pedagogët, ishin podet. Kur ishin podet, tani nuk ishin podet se të rinovuara ose të... Sa i pja unë e bënte podet. Nga zhurmë? Ishte mbi pesha. Të thoshte, ai mbaj frymarrjen, sa mbaja frymarrjen. Dhe sa doja të lëshoja frymarrjen, e bënte podi. Dhe pedagogët më thonin, Monika, të lutem me këtë surrat të bukur, urgjent duhet të dobësojsh, urgjent. Dhe humbe pasaj, jo? Nuk humba se kilet i humba kur martova, vjerra, gjëra tjera, filloi jeta komplet ndryshe. Do laja burin, do rastroja burin, do e kurosja burin. I kemi që këto punë të shtëpisë? Me thënë të drejtën tani unë nuk dua të tregojmë kështu që unë jam punëtori e madhe. Po jeni koqira, ma? Jam. Është vlerë e madhe në shoqërinë moderne që një grua të jetë një koqire. Pjesën e pastërtisë e dua sepse kam shumë të, si thuash, më është brymosur shumë nga mamaja ime, sepse ajo ka qenë mjeke dhe ne kemi qenë gjithë me duar kështu, dhe edhe tezja me gjyshen kanë qenë nësisht gra një koqire. Kemi ardhur në një periudhë të vështirë, Monika, nuk i gjen ato gra. Në qoftë se mua do kisha dëshirë sot në njëherë për brezin e ri, ose do kisha shumë dëshirë të ishin figurat, siç kam pasur në gjyshen, teze, halla. Kam pas figura aq të bukura dhe kam pasur idera dhe mësime dhe një koqilli. Kohët ndryshojnë, Monika, tani nuk di çfarë bëje ti me atë kur ishe një koqire. Po edhe ti si burr. Po ku kishte burra një koqire atëherë, Monika, të lutem tani? Kush kishte burr një koqire? A shkojmë te Ekzotikja? Po. Si s'kishte baba im një koqir ishte. Gatuante si shpirt, gatuante. Po, gatuante dhe gatuante shumë mirë. Të gjitha të mirat pas ka pas i shkreti. Po i shkreti, po prandaj... Tani çfarë ishte kjo? Ekzotikja. Ekzotikja. Po mirë, ne po flisim për atë pjesën e princeshës. Më kujtohet një shprehje që thotë tek një koqirlloku që baballarët punëtor, ndërkohë, jo ti dëgjoj. Baballarët punëtor tha dhe keq, ja po e them edhe një herë. Baballarët Monika ke përballuar gjithë ato gjëra në këtë jetë te treta? Jo, do ta çoj tek e fundit. Nuk do vdes këtu me ty. Këtu kam për të shtyrë, si për tyre. Ua, vdikja. Doja thoja baballarët. Po ti vazhdo burr. Jo, nuk e dia më ndjek ku do të shmekë fare. Baballarët punëtor thotë dhe mësuesit llafazan nxjerrin fëmijë tembel dhe nxënës me mec. A mos vallni koqirlloku për shembull i tepërt i brezit tuaj ka prodhuar mungesën e koqirlloku për shembull tek brezi i ri? Po, kjo është për shembull. Është e vërtetë. Për shembull, vajza ime është më pak. Është më pak, pavarësisht se kur vjen këtu bëhet fare dembele. Po fare se ja bën mami, ja bën. Shiko tani, edhe unë që të them të drejtën. Kur kishe mami mi ka bërë deri në një farë kohë, mos të them që lavatricën e bëja prap ajo që sot ose shumë shpejt bën 92 vjeç. Edhe 100. Faleminderit. Edhe 100.
Të pyes diçka që më kuriozon gjithmonë në lidhje. Ti e ke prek shoqërinë, mendoj sidomos në këto dimensionet më të çlirta, ndonjëherë më të errta, ndonjëherë më të pakuptueshme. Unë mendoj që nuk janë çliruar. Ne nuk jemi të çliruar. Jo, do të thoja, a ishin më të moralshëm atëherë shoqëria se ç'është sot? Sepse thot një shprehje, thot ku ka shumë moral ka dhe shumë hipokrizi. Sa e vërtet është? Shikon, unë nuk dua ta përcaktoj me fjalën moral, sepse për mua morali, domethënë është një temë shumë e gjatë. E qartë. Dhe ndonjëherë nuk dua të bëj gabimet për sa i përket fjalës moral. Qartë, po mendimi jo. Sigurisht, por është e vërtetë që në një shoqëri shumë të ndrydhur, në një shoqëri patjetër që ka pas njerëz edhe të pamoral, që morali nuk është vetëm fizikisht. Morali është edhe me gjërat e pabesisë, të tradhtisë, të shumë gjërave që për shembull të pamoralshëm kur ti flisje me ta, ndaje muhabetet me ta, dhe ata shkonin dhe spiononin. Kur ti kërkoje të jepje një mendim të tyre dhe ata bëheshin njësh me ty dhe përsëri të spiononin, të bënin këto skenat e pista, dhe këto është pamoral. Nuk duhet ta kuptojmë se nga një pamorali ne e kuptojmë vetëm në sensin erotik ose po. Unë jam e pamoralshme se në thojza po tradhtoj dikë. Unë them që tani po gjykohemi më shumë se sa atëherë. Interesante. Po. Mbase nga që tani jemi më të lirë për të gjykuar. Sa atëherë edhe nuk ta thonin drejt për drejt mbase. Si sa thonin drejt për drejt. Apo ta thonin. Ti kishe po flasim për aspektin e teatrit e filmit. Sa goca kishe që kishin bërë filma, nuk i gjykonte njeri. Sot ti ndjen, unë po të them që në momentet që unë për shembull kam pasur me vajza më të reja, 20 herë në telefon binte telefoni i të dashurit. Ku je? Kujdes, Ja, është xhelozi, nuk është. Jo, po kjo e ngatrojmë ne, kjo nuk është xhelozi. Posesivitet. Kjo është posesivitet, kjo është mallim, kjo është liria që ai nuk e ka pasur në familje, te nënat, te gjyshit e të gjitha. Për këtë po flasim. Ti si e ndjen ndonjëherë kështu? Jo, asnjëherë. 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 E di pse? Sepse unë e kam dashur dhe Kto ke dash? edhe partnerin. Po patjetër që ke dash partnerin, mos duhesh partnerin. Jo, e kam këtë me këtë që edhe kur i thoja që shiko unë do bëj këtë film, dhe ti e di i jepja, për shembull, mbaj mend që i kam dhënë dy alternativa. O pranon, o largohesh. Jo, i jepja skenarin, bile si thoja ati, bëj një dy skena më të forta që kur të them do të heq këto skenat, po të paktën të mbajmë këto skenat e tjera. Kupton? Djalli Lali. E pes je lujti. Thuaj që është keq fare situata që të mbajmë një tek puthje tha që një prekje kështu thaj, do t'i heqim ato tjera. E di si ka qenë skena e përdhunuesve, për shembull. Si ka qenë origjinali aqive atëre? Origjinali ka qenë që ky e ngre e vesi për tavolinës, i heq të brendshme, të ballura, të gjitha, dhe e përdhunon këtë. Këtë i dash unë. Si skenar? Si skenar. Ata po ju përdhunuesin dhe? Jo, si ka pash ati, imi tani, aty. Jo, thaj, jo unë. Thaj, a nuk thaj? A i ngeli s'foli më. Qa tha? Ku janë valizhet? Monika e ke menduar, po ti e ke menduar kur more aktoren. Dhe këtu, unë mbyll biseda. Po nuk bët një zbutje e bët ju? Jo, nuk foli fare. Të tipit a ishte okej? Jo, si ishte, po e përtypnim, kishim kohë, se tani dhe filmi nuk bëheshe si sot që bën skenarin, pas 2 javësh xhirojmë për 2 javë, ti Monika këtu, ti këtu. Atëre pleqëroj muhabeti. Jo vlla, ne kishim bonin film në ato kohë, 2 muaj, 3 muaj të merrte skenari, bisedë. Po mirë, pas, a kështë e pavarë. Tani, më problemi ishte, kishte Timoja, se sa unë. Seriozisht? Ja qoj dhe Timo gruas? Mos ka qërë problemi gruas? Jo, unë isha me bashkëshort atere. Jo. Por Timoja i zbuti të gjithë skenat, se nuk më përdhunonte Timoja mua. Mua më përdhunonte... Kush përdhunonte? Ministria e Brendshme, Sheri Mita.
Sheri, po Sheri Mita ishte nga këta pra të Ministrisë së Brendshme, këta të rëndët, këta që... Tha ti moja, për sa kohë jam unë, tha që e bëj, që të kënaqe, tha i, zbuti ati. Nese, interesante është. Pastaj besoj se keni diskutuar edhe... Shiko, ne... A ishte për faktin që ishte një sken e fort për realitetin shqiptar në tërësi? Ishin skena, por të gjithë ne që luajtëm në atë film, edhe për Evën që ka arritur një rol jashtëzakonisht mirë aty. Sigurisht ishin skena, pavarësisht se Eva në atë kohë ishte në Austri dhe e kishe më të lehtë xhiroi, hiku, e gjithë pjesa rruga e Elbasanit e kisha unë, por prandaj po të them që ata çunat që kanë qenë të tmerrshme të rrugës së Elbasanit. Nuk kanë pasur fare kur kam kaluar aty që kam parë filmin që doli në kinema. Në qoftë se më parë më thonin se atëherë ka qenë kështu. Te i kohë me ktheje. Domethënë, këto ishin sinjalet, Omi? Do flasesh i çik ti apo jo? Mendje madhe ti, Ndërsa sot ti bën një gjë fare normal në Instagramin tënd dhe të vinë miliona dhe miliona ofendime. E qartë. Është e vërtet, është gjuha online kjo. Domethënë, në momentin që nuk ke një ballafaqim me njeriu që ke përballë, është shumë e thjeshtë komentosh. Është hate speech i unë mendoj që ne po bëjmë një hap mbrapa. Vërtet? Po. Sepse ikëm nga fitili. Më harrove salcat. She më man me muhabet mua tani që shikoj çfarë bën që ta harroj. Se lyen aq pak. Zhyte një. Prit se e preka me gojë po kap tjetër. Tani. Zhyte mirë. Çto ta shoh unë mirë. Bravo. Unë vdes këtu edhe ti. Ja, dhe unë pas teje. Edhe tani jo t'ja udhim njëri tjetrit. Si unë gjoja si kompetente. Aman, o Monika. Aman për zotin se më pësosh në gjë. Deri tani? Është intolerante me. Doja të thoja që deri tani ishte kjo më e tmerrshme, po dhe kjo. E tmerrshme, sa? Ku i ke gjetë? Më pritë edhe buzë të kusën. I ke bërë buzët? I ke bërë buzët? Ashtë gjë. Pritë? Tani, është shumë histori interesante dhe unë e vlerësoj zakonisht shumë që fletë shumë kaq hapur, kaq lirshëm. Interesante, se prisa që do ishte kaq mirë intervista. Doja të të pyesja, e para njëherë. Ti e njohur fare e re me Ishq bashkëshortin. Por ndërkohë, çfarë moshë ke qenë kur je njohur? Unë mund të kem qenë 19 vjeç. Ishte dashuria e parë ose flirti i parë platonik? Direkt me atë? Direkt me atë. Ishte klik? Si ishte ajo momenti i parë i njohjes? Klik? Ishte klik. Jo se unë... Kush e bëri lëvizjen? Jo, ajo ka qenë një komplet rastësi. Ase njifja më parë, ase ai s'më njifte më parë, një mikesha jonë, ose shoqja ime e kursit, kishte të fejuarin e vetë dhe unë ato kohë me këtë llojin tim natyre, juve që do shkonin, se do shkonin. Moza ishte e fejuar në Durrës, ishte Mimoza Maranaku ose Recepi në ato kohë, aktore e Durrësit, dhe për tonte dhe shoqen e vetë që do shkojmë Durrës, se unë kam mondin, se me atë përfundoj, me atë u martua, edhe unë si ai tipi, sepse kam qenë rebel dhe vazhdoj të do shkoni ju pa mua, pa ikme me dhe që në duesh ti vetëm. Si vetëm, i thash, po ja do ma gjeni ju një. O kam njëra, o kam tjetër, e sollën, e bëm. Erën e parë nuk i dole në takimi. Pse? Po i thash, unë u talla me ju budollatçka, i thash, me nduhet ju me vërtet. Unë kishte gjitha ta çuna që më vinin vërtet. Po. Ti sot do dalësh ta takosh dhe pastaj brit veten. Ne e kemi sill çunin e ujë këtu. Erdhi çuni i ujë. Çat shifje. Moste. Nuk e di. Nuk e di, një kokër mandarin. Ajo u bë se bep. E qëruam dhe hëngrëm të dy. E ndat? Si tek filmi me makaronën? E ndam, ashtu e ndam dhe neve. Ajo ishte dhe nuk e njifja. Ajo ishte. Kam dëgjuar që ke thënë që u njohët shumë të ri. Po. Dhe të rinj, sakt. Dhe u divorcuan po të rinj. Po shumë të rinj. Po shumë të rinj. Dhe dëgjova një gjë që po marr shkallë të më japësh mendimin tënd mbi këtë fenomen që tashmë është bërë shumë e lehtë
jo vetëm Shqipëri, kudo në botë është bërë shumë e lehtë që të dorëzohen çiftet dhe kupton divorcohen. A mendon se nëse do kishit treguar pak më shumë durim, për shembull, do mund t'ja kishit kaluar? Shika, kjo është e vërtetë sepse në ato kohë përsëri flasim për ato kohë që prindërit nuk të lejonin dot që ti të kishe një të dashur kaq me kohë të gjatë. Ishim pak si të fshehur. Sa orë ke kaluar, jepi drejtim çfarë do bësh. Po jo fare, nuk e dinin fare prindërit e mi që unë dilja e kështu. Por prandaj dhe është shumë e mirë që më përpara të njihen, pa diskutim. Sot në këtë kohë që kam ardhur, them që në qoftë se do t'isha me këtë përvojë jete, me këtë fortuna që jeta kalon, mosha, se në çdo moshë, çdo moment, çdo ditë, çdo muaj, çdo vit, ka gjëra të reja, ka gjëra të bukura, përplasje, dhe është bukur ti bësh bashkë. Por, nga njerë ti kupton që nuk shkon me atë. Domethënë, mund të jesh ti shumë e mirë dhe ai shumë të mirë. Të dy mund të ishim shumë të mirë, po nuk ishim për njëri tjetrin. Dhe kështu kemi plot. Sigurisht që unë kam pas një parim timin, për sa i përket asaj fjalës që të vinte një herë te tradhtia. Unë tradhtinë e kam gjën shumë, domethënë fal shumë, por s'ke tradhuar asnjëherë? Jo, në marrëdhënie asnjëherë. Po si në marrëdhënie asnjëherë, për ku tjetër do të tradhosh? Jo, po unë nuk pata vetëm një burrë, se unë ndava 28 vjeç, do jetoja. Lidhe prapti. Po tani. Njeriu tani, si të rinim neve? Po si të rinim? 29 vjeçë, 30 vjeçë, çfarë të bëj? 30 vjeç i ke bërë vitet. Jo, atë ja të flasun, priti që digjo. Okej, hajde shkojmë tek mëkati. Ja po ta marr unë me që... Shi që bëri, bo kam frikë se do digjet, për zotin do digjet. Jo, le të digjem, edhe si quhej Stefani apo Stefi, ë? Stefi, Endri Stefi edhe gjithë Korça bashkë. O zoti i madh, pse? Erdhi me pritshmëri të ulta. Të mirë, mo. Jo, unë kam kryer imunitet, seriozisht dek, çka? Aman, Monika. Orsi? Kur e kalon këtu. Ore, unë vdes për këto. Këtu fillon degja, këtu. Aty kemi gjithë shqiptarët me... Lejohet ta shuash me ndonjë gjë këtë djegje? Po deri më ke qumshtin, ke tekila për shembull mund të laj nga yndyra, qumshi mund të freskoj, ke Go Plusin, të lutem. Po hape këtë pra, am ke thirr, as më ke thirr. Për zotin nuk arrija, nuk doja të zgjatesh ashtu. Po shumë bukur të zgjatesh, ja kjo është. E përditshmja. Unë nuk zgjatem, e kam arritur zhvillimin maksimal, nuk marr më një 74, 75 kanë ngel vllai, që 17 vjeç. S'ka gjë. Të kesh gjërat e tjera mirë. Të tipit? Të tipit? Po flisim për gjatësinë. Valët e gjata, donte, valët e gjata. Kush është ta? Ore, se ram dakord pra që 30 vjeç pra jeta erotike ose dashurore mbaron. Çfarë bëre për 30 vjeç, si e shtyve? Jo, prit se më dore në pension ti mua. Një sekond tani, ti e... Po 28 u ndava unë tani, në kulmin tim... Pse kulmi 28 është për gratë? Gruaja nuk ka asnjëherë, sa të doj, se e dëgjoj shumë shpesh këtë. A mo një sekund tani ta ndajmë, po buri kur e ka? Ha gëzuar. A gëzuar. Ore, gruaja e tha, gruaja, sot kem dhe një rënj, tha në dhëm, tu tha. Tu ka dhëm për loku me nëna, tha. Po lere nënën ti, ka rënjë nëna, aty rinte rënja. A baba nuk mere me gratër, kur bëje nga këto skenare ti për skenaret, mua këtu pa le që më bën. Dhe që thua ti, nuk po të ngacmoj për ato gjëra, sepse sigurisht çdo kush e nënkupton që 28-29 vjeçë sigurisht do kishe eksperjenca të tjera. Luftuan për të ribashkuar, por ishte e pamundur. Kështu që secili në punën e vet, e respektuan. Dakord, çfarë ka, domethënë nuk je e para në këtë botë, Zot. Na ruaj domethënë. Jo. Vazhdojmë. Unda Iliri me Sabianin. Kush unda? Iliri me Sabianin. Që ishin çift ata. Kur ishin ata? Në Big Brother, se dia ke ndjek, po.
Unë e kam ndjek, po kur ishin, ju çka keni Ore, parë? më fal tani, seriozisht, ata mua më duk sikur kishin një marrëdhënie. Po ç'ma. Olsi ndis kondicionerin vëlla se ndis kondicionerin se ka qenë i ftohur ai na fi kondicionerin. Shikon, nuk e ka kondicioneri. Pse nuk e kupton më zemra? Çfarë është ajo? Pikante. Po jo, se pikante, djegse. Shiko, dhe unë des atmosfera, me thënë të vërtetën. Megjithatë doja të pyesja Monika, cili është i pari që vlerëson më shumë tek një burr? Cili është i pari më atraktiv? Po. Pa ju futur këtyre gjërave. Jo me letër lapë, vetëm një gjë që e shikon në tiparin të parë. Mua më pëlqen shumë zëri. Seriozisht e ke? Po mos u imposto ti, se ti mos u imposto, se po unë impostove ti, ku të shkoj unë me impostim impostoj. Impostojsh dhe ti. Edhe unë impostojmë. Hajde impostojmë. Më pëlqen zëri, më pëlqen duart, e një mashkulli. Ti mbaj të mbyllur se ti ke bashkëtuese. Shpirtin. Ashtu. Po në një shpirt do dali këtu për mua, apo vetëm për Po pse ç'o bëhet me ty? Je single? Single jam. Single. Ju rënd një pikë, pas ju bie. Hap një syt, me që po marrin flakë. Nëse ke duar dhe zërin, dhe duar, zëri dhe? Duar, zëri dhe të tjerët, pastaj do t'ja lejmë... Si ka pastaj qenë kaq e thjeshtë? Nuk është e thjeshtë, është impakt i parë. Më fal tani. Çfarë më kupton me zërin dhe duar, domethënë? Shiko, ti fillimisht nuk do shkosh në krevat me të, se ma hoqe trurin dhe ti. Ai do vi dhe ajo do vi dhe përshëndete. Përshëndetet, i pe dora? Olsi, ti ç'ne me këto informacione që i din vetëm gratë kaq shumë? I di ka ky. I pe dora. Po, e ke tek mënyra si shtrëngon dorën? Jo. Tek gjatësia e dorës? Jo. Tek butësia e dorës? Apo kjo është i lerës. Mbyllë se kjo është... E kam atë efekt që të bëj. E kam atë efekt i shkreti, por... Si të ta shpjegoj unë? I takoj... Pse duhet ma shpjegoj? Si t'ja... Në mos ty si ta shpjegoj për auditorin. Për audiencën e gjërë është që opa i timbri vjen këtu të zërin. Kur të prek me dorë? Pasaj, kur të prek me dorë, ne nuk tham preken. Ne tham kur e shikon që merr një gotë, që të jep dorën, ti e ke mbaruar, mos e shiko duar se s'ke punë fare. Shko pyte gruan ashtu. Ore, gruan time unë s'ka, është gruaja më e bukur në botë, po çështja është, fola mirë. Mirë fole. Mirë fole dhe ajo do thot burri më i mirë në botë. Jo, me këto që thash, para se thoshja këtë gjën, nuk jam i sigurt, po Gjeni të dua shumë publikisht, zemra ime nuk diskutohet. Jo Monika Lubonja, po edhe Nën Tereza të vinte këtu. Jo, Gjeni të rish rahat se deri nesër të riu me këtë, ta jap llokum siç e ke si. Kemi një shok gëzimin që ka dhe zë shumë të bukur edhe dorë shumë të bukur. Tani e shohim si muhabet. Pra, për te kësaj, po pastaj për te kësaj. Dhe me thënë se ti s'besoj se ti merresh me njëri thjesht se ka vetëm zërin dhe duar. Shiko, ku duhet të ngacmoj? Timbri, gjithmonë timbri është, sepse është impakt i parë, është dëgjimi, është shikimi. Pastaj varet bisedat, varet çfarë kërkon ti. Unë kërkoj një njeri shumë të gëzuar. Unë kërkoj një njeri pa paragjykime. Unë kërkoj një njeri që të jetë, si të them unë, aq i hapur me mua dhe të flasi pa doreza me mua. Sa pasaj ai do jetë njeriu, si them unë, më i mirë në botë për sa i përket të kemi atë lishmëri me njëri tjetrin. Pra nëse unë jam rebele dhe mund të më bjeri një burr stoik që do një grua për hir se shiko se bota, se njerëzit, ke parasysh si po formohet, prandaj të them që ky brez i ri po deformohet pak. Pikërisht nga kjo mungesa që nuk ju lehet liria. Duket deri tani po përshkruaj Edi Ramën. Edi Ramën? Ne më pse Edi Rama zërin e ka, pra ne kemi një impostime, një zë e ka. Duar si ka keq. Po, duar piktori, do më pikturonte. Sa ma thuaj da një shtedira. Sa i burë si mashkull ai. Ose i bukur është fjalë kështu që nuk do i përdor për atë, po sa interesant. Unë do ta përcaktoj Edi Ramën, si që kam parë në Akademinë e Arteve. Pa më thua një, interesante është kjo. Është shumë interesante dhe jo si kryeministër, por si ai pedagogu që ishte me rroba ushtarake, kur të tjerët i kishin të mbërthyera deri në fyt kopsën, ai e kishte të hapur pjesën e gjoksit. Dhe kishte... Debiluar apo e mande natyral pjesë? Jo, natyral. Besoj që French. ri tek natyrali ai se... Po, French.
Unë po sill atë Edin që edhe po rikujtoj pak atë kapelen që vinte skiç dhe që me të vërtet ishte një nga pedagogët më të bukur të Akademisë së Arteve të pikturës, se ne kemi dhe të dramës. Kështu që këtë Ed kam të fiksuar në kokë, i gjatë, me një pak si të shpenguar, ato sepse shiko. Se pas ka vënë fare re, Olca, ma? Jo, unë e kam vënë re, sepse ai ishte i gjatë, ishte interesant, aq më tepër që unë kam qenë shumë e apasionuar pas basketbollit dhe voleybollit dhe e kam ndjekur edhe atë, edhe të vllajën Olcin, e kam ndjekur rregullisht në ndeshjet e Dinamos të basketbollit. Ndoshta ai se di, po ja e thash edhe një gjë që se kisha thënë kurrë më para. I kam ndjekur të dy, pavarësisht se kur nuk bënte me një gol. Shumë Olcin? Kur nuk Kosh. Nxefeshe i çik me veten, po s'ka gjë. A ka qenë kështu nga këta që kishte... Po fitorin të tërë e duam, edhe unë po të mos e bëj koshin, do të rbohesh. Biles ai përmbajshe, se unë kur sfitoj... Shiko, unë kam një gjë që kur dua të luaj me dikë, dua të jem fitimtare. Edhe kur luan menç? Jo, kur luaj menç, për ç'të jem fitimtare, kam luajtur menç. Thash, kur luan menç me ndonjërin bashkë, shkojmë tek salse radhës, shkojmë tek llava. E tha mëkati, unë së të pyeta për nga kush mëkati jot më i madh? Mëkati im më i madh. Pas kujt? Mëkati im më i madh, realisht nuk kam. Realisht nuk kam. Të betohem nuk kam. Jam gati, më mbaj 72 orë të ta tregoj historinë time nga fillimi deri në fund. Në qoftë se do kem ndonjë mëkat. Jo, po ti nuk mund, shiko, mëkat në sensin e mëkat, shiko, unë jam shoqërisë nuk i kam bërë asnjë gjë për papolizit. Jo, dakor, po mund të ishte mëkat një gjë që se ke një gjë që mund të bënte ty mirë dhe ti e quan ishte mëkat që se bëra atë gjë, kupton? Që s'kam provuar gjëra. Po si jo ma, ashtu të gjithë. Shiko. Ja, këtu kujdesa ma. Pra jemi, çfarë është kjo? Lava. Lava. Sa bukur e the lavën ti? Si do ta voja? Lava. Nëse do kishe një detektor gënjeshtre për gjithë mashtrimet që të kanë bërë burrat, do ta kalonte njëri klasën? Se ku po ma thuaj? Nëse do kishe një detektor gënjeshtre, a do ta kalonin klasën të gjithë burrat që të kanë flirtuar ty për shembull? Që më kanë gënjur mua? Që të kanë filtruar, flirtuar, se është filtruar. Zotë, bëra filtr. Po patjetër. Po? Patjetër. Shumë. Gënjejnë, a? Për çfarë gënjejnë zakonisht meshkujt? Jo njëri, për çfarë gënjejnë meshkujt? Po çfarë mund gënjejnë meshkujt? Shi bëri lavës e. Shi s'kishte mendje tani, po merrej me meshkujt, e harroi lavën. Me harrova, realisht e harrova. E pe që harrove, e bure, jam intervistues i mirë, shikoj. Mirë, lere këtë të gënjeshtrave, shi tani bën sikur digjet, more. Ç'është kjo aktore, mo, zoti i madh, ç'është kjo aktore? Të betoj më lër të kaloj një këtu. Po deri tani e kishe kaluar atë. Tani të kujtuar që se kishe kaluar. Hajde. Na gënjen seriali, zemra vogël. Me këtë këngë vë gocën në gjumë, ta dini gjithë. Jo, kjo ishte e tmerrshme. Kjo ishte e tmerrshme. Kjo dhe kjo kanë qenë e tmerrshme. Deri në momentin që si thash gjë ishte në rregull fare. Sa i thash, harrove digjesh, bo. Tani kaloj, më, varet se ku. Shiko, e mbajmë një në gojë, mbajt një këtu, pastaj kur kalohet këtu fillojnë të gjitha problemet. Ashtu. E vërtet është metaforike më shumë besoj. Si të duash. E mirë, më bëj nga dy anët unë. Kjo ishte me të vërtetet më shumë. Vazhdojmë. Rebele, e divorcuar apo e bukur? Cila është fjala që të ka përndjek më shumë në jetë? Rebele, e divorcuar, por dhe e bukur, sepse të bukur nga njerë e di... Të treja i futi. Po, i futa të treja. Po më shumë nga treja. E bukur të bezdis, mua më ka bezdisur. Pse? Sepse nga njerë të bukur e shikojnë si kur është budallaqe. Zoti i ka dhënë bukurin, po nuk i ka dhënë mendjen. Më kupton Monika? Ndërsa
tek unë them dhe tek shumë gra të tjera përkundrazi. S'më ka dhënë Gratë që janë të Më ka dhënë bukura, mendjen, po? gratë që janë të bukura, nga që e dinë që do kenë shumë, A duhet luftojnë dy fish do do luftojnë dy fish. Luftojnë okay. dy fish edhe për të kuptuar në punë, në shoqëri, në të gjitha. Po kur vjen dhe të thuhet që shiko se ajo është një grua e bukur edhe pse jo, t'ja japim shansin, ti aty do të shikosh mirë atë shans, se si po ta japin këtë shans. Po ta japin se vlerësojnë mendimin tënd, punën tënde, apo vlerësojnë bukurinë. Pa ja aktore e mirë. Unë nuk di të them që jam aktore mirë. Unë di të them që jam një aktore që e dua skenën dhe çdo gjë jam gati ta bëj për skenën. Kam përshtypjen kjo mjafton që ti jesh një aktore mirë. Të tjerat pastaj do t'i vendosin në duart orkitjet e publikut. Olco, Faleminderit. ish kënaqësi. A shkojmë tek ku jemi? Tek Pas lavos Ha, lavas të dagje? Të Leri tani, tani. Furra. Kjo e furrës, derisa është furra, kjo të përvolon. Po si se zjati një çik siç e idhur? E fikur. Furra mund t'jetë e fikur, po. Kur se mbaj furrën të fikur. Kështu e dua dhe furrën të zjarr. Po çfarë thua ti të fiket furrore? Qa thot, Molla, qa the? Si se mban furrën fikur? Si do ta mbaj Po furrën të merr fikur? zjarr shtëpia. Po le të marrë, ore, do pikim bukën. Do pikim, ore, do pikim. Gati bageta! Kjo ishte pak se e shpifur. Ma seriozisht? Si pëlqeu. A, është djegse? Është e Është, shpifur dhe djegse. Vërtet? A je pajtuar me kohën, Monika, apo je në luftë me orën dhe pasqyrat? Jo, nuk pajtohem me kohën, me Çfarë pasqyrat jo, sepse pasqyrat Në sensin e pajtuar që koha kalon, në këtë sens. në kohën që kaloj, le të kaloj koha për mua. Mirë kjo tani dhe dëgjon për çfarë dhe po flet çik. S'ke faj, merr kohën tënde. Kjo ishte. Ishte çik për vëlim, I bëri aty tani Go Plus, lufra. Pi dhe çik Kodigo, për zotin e ke shumë të mirë. Këtë piva Godigo unë, po kjo se ku ma mashtoi më tepër. Jo, Kodigo është ajo. Ajo të shplan. Po unë ku e kam gotën e Kodigo solc? Që të bëja gëzuar me të ftuarën. Merr kohën tënde, s'ka problem. Ua, kjo ishte zjarr. Do vdes fare që je. Olta Daku ku je? Kjo është për ty. Se Olta Daku i ka qef? Sa qef e kam atë Olta Dakun, për zotin, është super aktore. Dashuria. Është një aktorit më të mira të komedisë dhe filmit në Shqipëri. Jo, kjo ishte të merr. Kjo ishte edhe me stomakun. Wow! Vazhdon si ato me Big Brotherin. Për zotin sa trëmbesh në Big Brother. Po. Po pse trëmbesh kaq shumë, apo e ke... Është instinkt, është reflektive. Është reflektive. Ashtu jam dhe unë. Unë po ran fishek zjarëm kjo gjithkohës kështu. Kjo ishte djegje. Hajde gëzuar mirë se më erdhe. Po e përmbulova. Djegje. Që do bëj pyetjen pak ta marrojmë këtë muhabet. U pa puna. Më fal. Suada. Më fal. Qa i thua Suadës? Përshëndetje njerë Suadën se nuk mërzitet ajo. Amana. Lize që ka të se plasë më burë. Do ta avuash këtë. Po do ta avuash shumë keq këtë. Që më the, kam një mikun tim, sa i mirë që është Monika. Deri këtu s'gënjeu, apo Ke për të kënaqur, sa i mirë është Bonaço, është kështu, është ashtu. 1 muaj, 2 muaj. Po që mirë më përvëlloj. Vazhdojmë. Një shprehje siciliane thot Monika që të bëhesh gati për të fituar, duhet të jesh gati për të humbur. Dhe për të fituar një eksperiencë bukur, besoj se e gati për të humbur çik nga rehatia jote e djegjes kështu. Nëse do
Do takoj veten tënde 25 vjeçare. Çfarë do t'i ulurisja asaj? Këto do t'i thënë, ja? E para moj një. goc. Në 25 nuk do t'i thoja asnjë gjë Po 20? sepse Se 25 të pyeta vonë, më duket. 20. prap 20 je shumë mirë sepse unë po realizoja filmat e mi dhe isha në kulmin tim. 25, 24, 25 apo isha futur në teatrin kombëtar, ishte ëndër e të gjithave. 28, 29? 28, 29. Të më kthej dhe njerë. Se këtë zjarrin, që tani jam gati të Mo, pikë çfarë do bëje 28? Çfarë do bëje ndryshe? Zjarrin do t'i vija. Kujt? Botës. Pse? Çfarë do? Të jetoja në Kjo në shumë. gjërat që unë er pas ere ja kam prenuar Monikës. Si për shembull? Si për shembull Më shumë për veten. për veten. Më shumë për veten sepse e di pse se jam treguar shumë e mirë me shumë njerëz dhe nuk kam parë Monikën. Monikën e kam harruar edhe në dashuri. Dhe kur flas për dashurinë, nuk flas Dashuri për njerëzore. Dashurinë kundrejt njerëzore, vetes. dashurinë për vete, dashurinë ndaj partnerit, ndaj shoqërisë. Janë disa dashuri. Pas divorcit dhe pas një kohe që kaloj, sigurisht që në një moshë të re, sigurisht që të je në kërkim edhe të një dashuri, se njeriu pa dashuri vdes. Nuk Të një dashurie romantike apo të një dashurie cila do qoftë ajo pra? Të Unë- Se është e vështirë të zbulosh një dashuri nuk ndaj e zbuloj vetes. dot kur je në atë dashurinë. fazë. Nuk e zbuloj Është e dot. vështirë. E vetme gjë që kërkoja ishte të dashuroja pa kushte. Ashtu si Monika dashuron pa kushte. Dhe kur Një dashurova, njeri me duart e dura, tha. ja, nuk doli se E tha metaforikisht e them këtë gjë. jo. Shiko, Mos ishin kriteret e tua shumë të larta? jo nuk kanë qenë të larta. A ishte thjesht çështje fati keq? Ishte fat. Ishte fat. Unë mendoj Mos që mbyllet dyert? nuk I mbylla dyert. Ndoshta trokita në një derë të domethënë të pa menduar. Por Po ti trokite një njeriu dhe ai njeriu si ishte njeriu I dur pas asaj. s'ka rëndësi. Jo, e kuptoj. Nuk ka rëndësi. Rëndësi ka Kush që ishte? E më Shiko, s'më lë mikrobie. Unë nuk kam Po nuk- folur asnjëherë për për jetën time private. Nëse ju I keni parë shumë intervistat e mia, Jo, unë ti ke jetën folur po time- për këtë pjesën intime nuk e Për folur këtë po. pjesën intime unë e kam Edhe mbajtur as nuk dua private, të nxjerr sepse asgjë. e mendoj diçka që është timja private dhe Absolutisht. por ajo që dua të them është që dëgjoj shumë shpesh sot edhe tradhti, dënojnë njerëz, tradhti. Dhe më vjen keq kur fillohet edhe dënohet 1, 2, 1, 3, kur unë gjithmonë do ta nisja nga vetja. Në qoftë se unë do isha në një lidhje ose do kisha një marrëdhënie që dikush do më të rrethonte, nuk do ta kërkoja këtë, as tek veti I tjetër që dëgjoj shpesh që u fut dikush në mesin ton Qartë? ose burri. Jo, nuk do ta shikoja. Jo, nuk do ta shikoja. Jo tek njeriu I tretë. Jo, Po te tek njeriu I tretë, Po te jo. njeriu I dytë? Do ta shikoja tek Kimja njerë, do ta shikoja Monikën ç'a gabime ka bërë Monika me njeriu që do. Pa diskutim Shumë që mirë kemi do bëj, që do ta bërë. bëj Ja, atje. shoh. Pastaj tek njeriu I tretë jo. Kur nuk do ta kërkoja. As nuk kisha për të vajtur. Pse? Sepse jemi në një botë të lirë. Dhe në momentin kur marrin vesh, sepse nuk e kuptoj dot që pse kemi kaq të vështirë dhe pse jemi kthyer shumë mrapa që në qoftë se një çift I ka mbaruar një marrëdhënie, nuk është më ajo e treta që e ndalon këtë çift ose që e prish këtë çift. Por nuk ka qenë, Sigurisht. nuk ka qenë. Dhe unë jam kundra të tretës. Unë jam gjithmonë grua, burr, grua. Aty duhet të gjej ndër dhe në momentin që nuk ka më jetë, nuk e di pse dhe sot e kësaj dite, përveç njerëzve të pasur që s'din se si t'i ndajnë ato pronat, pasurit, dhe këtu fillon problemi më I madh që do t'i filloj shoqërisë shqiptare. Monika, interesante është kjo jeta jote. Vallai. Prit të them pse. Them unë. Se për shembull, këtu ke, unë nuk do të paragjykoj askënd, me thënë të vërtetën. Po ke shumë goca që s'kan bërë asgjë, thjesht janë bukuroshe. Kaq, dhe simpatike. Dhe me letër laps
gjenja ju në dur, po themi për të krijuar një jetë me stabilitet financiar, se sa të lumtura janë brenda asaj marrëdhënie, se si ecën ajo marrëdhënie, sa tradhtojnë, sa tradhtohen, kjo është një muhabet tjetër. Po për shkak se jetojmë në shoqëri të varfër dhe paraja është kusht dhe ti e ke shprehur edhe në intervista të tjera që ti nuk ke jetuar me luksin e paras, ti ke jetuar, je detyruar që të kërkosh punë, je detyruar që të bësh punë për të siguruar edhe minimumin e cilësisë, po themi, në periudha të caktuara. Si ka mundësi ti ishe e bukur, e famshme, e suksesshme në profesionin tënd, si s'bëre dot një kompromis? Thoshë, e di çfarë, të gjej një burrë edhe unë. Ti mendon se ti ose shumë se ti duhet të kesh pas shumë oferta aty. Mendon që unë për shembull mund të mos e bëja këtë llogari? Por pastaj nuk do ishte Monika, unë nuk ta thash kot atë. E si është Monika? Që Monika dashuron. Unë dua dashurinë. Unë dua, nuk e dua luksin. Unë po të vish sot, unë jetoj në parafabrikat të mamas time, në shtëpinë e mamas time. Unë nuk kam shtëpi. Sepse kur u divorcova me bashkëshortin tim, në ato kohë na jepte një dhomë që na u dha, aq, na jepte gjykata në ato kohë dhe kaq, dhe u hapën dyert e prindërve të mi. Ajo shtëpi është e prindërve të mi. Aktualisht Monika nuk ka shtëpi. Si të thuash, jam e pastër. Për të gjithë publikun që kujton që unë kam shtëpira, makina, luksi. Por Monika nuk ka pranuar kur dhe nuk do të pranoj kur të kem një shtëpi, një makinë, një pishin, një gjëra tjera, kur nuk kam lumturinë time. Këtë ta garantoj. Shumë veta e kanë konvertuar lumturinë me pasurinë. Dhe në qoftë se dikush ka 2 shtëpira, ka 2 apartamente, kam pishina, kanë këto, unë të garantoj që kur nuk janë më të lumtur. Se unë nuk bëhet fjalë, unë jam e lumtur. Jam shumë dakord. Olso. Këtu jam, me këtë kam... Po, Duart Orkidje më pëlqen shumë edhe unë ashtu e shoh. këtë- Në fakt, kështu jam dhe unë, kështu është dhe partnerja ime dhe i them gjithmonë, Monika i them, duhet gjejmë një burr me lek. Do kishim gjithë sa halle. Jo, shiko, faktikisht në këto podcaste duhet të jepet edhe një lloj mesazhi. Unë vazhdoj të jem që mesazhet duhen, pavarësisht se mos kalojmë në atë që shiko se po na bën shkollë kjo, po na bën mësim. Po tesh ta dëgjoj Po, ashtu. Ku jemi tani? Shkojmë tek salca e radhës. Dinamiti? Olsi? Po, kur Dinamiti, ishte kjo, me sa po shoh unë këto po fillojnë dhe po rriten Po, te në dinamiti. djegje. Dinamiti që nga dhe i kuq. Jo, s'ka gjë se që nga dhe i kuq dinamiti. Bo, të lutem bëj kujdes. Po dinamit. U tërëm të dinamiti. Të betohem. Më fal, janë realisht salca këto, ka njerëz që i konsumojnë se tash ja. Një sekond. Dal jashtë. Ku vete? Të preskohem! Suada! Ua, për zotë e badh ishte për vlib. E dinamiti, ta dish, ne nuk kemi pas të dinamit të ndëruam se na sugjeroi Lulzim Basha. Kur ishte Lulzim Basha, tha, te dinamiti dhe një salci do i them unë, e ke Alin Basha. Pa i, nga që ishte dinamit vetë. Ua, vllai, Jo, nuk mundem. se kisha provuar. Do një, qa djek tani? Stomaku. Djekja. Po pi qik qumësh se qumëshi të hajq me të parën. Nëse, duhet solidarizohesh qik. Realisht ishte djekë se ishte bombë, Olso. Ishte bombë. Nuk ka më djekse se kjo. Kjo është një ndër saltat më djekse në botë. Aman të bëra të qash, Monika. Të bëra të qash. O, Monika, ti e me mirë tek drama apo tek komedia? Te dashuria.
Au! Nuk e marrë dot veten. Monika, si që je sot në këtë fazë, nëse të vjen një propozimi huaj, ballkanik për shembull, bën film erotik në këtë moshë? Do të thosh ç'mund ka mosha? Mosha nuk ka asnjë gjë. Deri në çfarë faze e çon? Është pjekuria. Soft? Është pjekuria ajo që të bën ty që të më kaloj djegja. Për këto muhabete vetë kur je duke përvuluar mund të flasësh Moni. Po. Ua, si ka mundësi më ka përvuluar dhe mua, është e tmerrshme. Pra që po thoje, ty të rreq projekti sepse është një skenar i bukur apo mund të rreq që të jemi të sinqert tani për shembull thot ai 100.000 euro, Monika thot, duhet që të bëjmë një film erotik për shembull, mund të ekspozosh dhe diçka nga trupi jot. Çai flasun, çka ka hallesh ka ajo çai flasun tani. Atëre. Ha. Shi e mori veten e. Po i folë për film, tak mblidhet. Blidhem. O zot. Është e papar fare përfundimisht. Dua të them që pas filmit Përdhunusi, ishte filmi Nata që më erdhi E di këtë gjë. regjizori dhe më kërkoi të bëja skena erotike. Aha. Sigurisht unë jam dhe kam qenë dhe vazhdoj të jemi një mendimit që unë dua të shoh skenarin. Nuk më intereson, nëse një skenar do më nxjerrë mua, po, vazhdoj unë. Nëse një skenar do më nxjerrë mua pjesën time më të mirë. Aha. E cila është? Shpirti. Shpirti! O, zoti Marko! Erotika pastaj në zjarr! Okej. Po parë, nxe shpirti erotik. Cila është pjesa që të pëlqen më shumë tek vetja jote estetikisht flas? Që ke vlerësuar më shumë tek vetja? Pjesa e syve. Sytë? Po. Si bën kot për zotin e madh kur Ja, modeste. ta them unë pse. Sepse kanë qenë sy të sinqert, sy. Ja, vazhdon thot me këtë sinqeritetin. Po këtu e kam ngrënë të rjetën, këto do them, a hëngra dinamitin. A ma fute me dinamitin. Sta futa për zotin e madh. Po çfarë më Ja thënë fute vetes dinamite? tënde. Po çfarë? A mos më buluaj rolin e viktimës, lutem. Jo, Unë thash, të lutem. s'ka problem. Po. Ti the, unë s'jam si ata korçarët e but. Unë jam nga korçarët e Deri egër. ku Tani kishe u zbute vajtur? çik. Jo. Deri ku ka vajtur, deri këtu ka vajti vajtur. deri te 9 vajti ai. Ja, nënta, the teta. More budalla, more të ka fitim. More mos u bën ai. Ke thënë teta. Po pse mo njësi për Endri do shkosh ti? Po je në Terezio. Po kjo është e më djegsja, kjo është më djegsja. Ja do ke për ta parë. Vazhdojmë po. Tani më shiko në sy. Dukem njëri që gënjej? Ti tani pas këtij dinamitit çdo gjë mund të bësh, do. Unë Jo, nuk e të di. vërtetën. Dukem unë në sy që gënjej? Më thuaj të vërtetën. Jam natyrë që gënjej? Ti do të arrish qëllimin tënd dhe njeriu që A gënjej, ama? Dhe njeriu që do të arrijë qëllimin, do bëj dhe një gënjeshtër të bardhë. Atëre, unë jam njeri që them se është më efektive të thuash të vërtetën për të arritur qëllimin ose të paktën mos gënjesh. Unë të thash se si është e vërteta. Tani ti po do ta besosh, besoje. Po do ta besosh, mos e beso. Kjo është salsa më djegse në botë. Quhet Dave's Insanity. Marka origjinale ta dish. Dhe është propozim nga zoti Lulzim Basha. Lere, ai u dogju përvolua vetë. Ajo përvolua vetë. Ai se ke iden. Akoma flas me Lulzimin. Për atë. Akoma i lëm shpirtin. Do as djegja, as zgjedhjet nuk më dojgjën aq. Dhe që theti, po te karakteri, çfarë vlerëson më shumë tek vetja jote? Besnikëri. Kaq besnike je ti mo? Të duket kaq teme vjetër, ë? E di. Jo, thjesht kam të vështirë ta besoj. Okej. Se jam këtu, jam edhe tek pa shtëpite, pa pishinat, e pa makinat, e pa... Po tani që vjen një mosh, dhe unë nuk dua, sepse e dëgjove të fundit, apo jo, është pa parë fare. Tha një super mjek që nëse mbijetojmë këto 5 vite, ja dalim të jemi gjallë dhe 5 vite, do arrim në një zhvillim teknologjik aq të lartë, për inteligjencë artificiale të gjitha me radhë, sa që të gjithë do jetojmë mbi 90 vjeç, pa frikë fare, do vemi nga 100. Tani këto 45-50 vjet që të kanë ngel. A nuk do për shkakun që të gjesh një shpirt binjak të qetë? Pse nuk gjen të huaj jo Monika? Të gjithë gjejnë një burr të huaj, çdo me shqiptar, gjej një burr të huaj. Apo e do të shqiptar? Jo, nuk është, nuk... Gjej një burr të huaj. Ma, sa mi kanë thënë këta të huaj. Ata kanë thënë shumë njerëz të, Kishe, thash mos thosh janë një gjë të re. Po Po pse çalli kemesh do shqiptar, do dhe shqiptar. E dua të zjarin për dinamitin.
E dua. Ku të shkoj pa dinamitin? S'ka. Ku të shkoj? Ja dhe shela. Latin. Latin. Po duhet të shkoj ta kërkoj latini. Ose të shkoj andej edhe. Levani është i shquar për... Bravo. Levani. Levani ka çik si latin. Nga u bën si latin. Dakor. Do të bëj një pyetësor. Shumë interesant. Do të vendos siklet në fakt me këtë. Jo sepse është kështu, me pyetje provokuese ose intime fare, por nga që je aktore. Veti që ti i vlerëson disa nga kolegët e tu. Kadri Roshi apo Tinka Kurti, e përmenda? Tinka. Tinka Kurti. Tinka Kurti apo Robert Drenika? Tinka Kurti. Tinka Kurti apo Bujara Siriu? Tinka Kurti. Tinka Kurti apo Fadil Hasa? Tinka Kurti. Tinka Kurti apo Liza Laska? Tinka Kurti. Tinka Kurti apo Violeta Manushi? Tinka Kurti. Tinka Kurti apo Ndrek Luca? Ndrek Luca. Ndrek Luca apo Lulieta Bitri? Ndrek Luca. Ndrek Luca apo Luiza Gjuvani? Ndrek Luca. Ndrek Luca apo Mevlan Shani? Ndrek Luca. Ndrek Luca apo Arben Derhemi? Ndrek Luca. Ma mirë, tani do vëca. Ndrek Luca. Bë pyetësor tamam lutem. Ndrek Luca apo Më the dy emra që ma hoqë truri. Gjevdet Ferri. Ndrek Luca. Ndrek Luca apo Ylka Mujo? Do shkoj me Ylka Mujon. Çe ndryshoj. E po tani çfarë themun? Nuk po i them. Çfarë? Ylka Mujo në Eritan Liçe, Ylka Mujo. Ylka. Ylka Mujo apo Mirushka Bashi? Ylka Mujo. Ylka Mujo apo Nik Xhelilaj? Ylka Mujo. Ylka Mujo apo Raimonda Bulku? Ylka Mujo. Ylka Mujo? 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 Apo ti? Ylka Mujo. Ma lejsh. Je modest ama. Ti je modest. Jam. Ti je më shumë modeste se ç'duhet. Shumë. Këtë gjë ma kanë thënë shumë njerëz. Mos vallë ke marrë shumë vëmendje si ose ke qenë njeriu që e ke marrë gjavë vëmendjen shumë edhe kërkon ti diçka. Është e vërtet. Kjo që unë e kam marrë shumë vëmendje, jam fokusuar shumë njerëz të ndryshëm, të afërmit shoqëria dhe nganjëherë jam ndeshur edhe me kur isha për shembull në gjimnaz, pavarësisht se isha e shëndetshme, por isha e mirë dhe më vite keq se për shembull vetëm mund dhe thoja, se kam edhe këto shoqet e mia. Ashtu? Se kam dhe shoqet e mia dhe vdisje që shoqeve të mia t'ju bëja nga një shok. Kush është gjëja më e çmendur që ka bërë një mashkull për ty, për të thënë sy? Këtë dhe mos ta thuash, s'ka problem. Mos e thuaj. Nuk po e them. Ma le thuaj, një akt dashurie, një gjë të bukur, nuk është e thënë që një poezi, një këngë, ka shkruar një këngë, ka bërë një gol, apo s'ke një marrë kur me sportistët? Jo, nuk e marrë me sportistët. Po pse futbollistët janë super? Po budallaqe. Jo, Veja te basketbolli. Veja nga basketbolli në vend, shkoja atje te futbolli, unë kam qenë shumë tifoze e Dinamos. Qa thua? E të mërshme. Kam qenë e vetë një vajzë që mund të shkoja në stadiume në atë kohë që në stadiume nuk shkonte vajzë, sepse shkonin vetëm, më fari se vazhdon djegje, shkonin vetëm meshkujt. Dhe shikoja Dinamo, Partizanin, Shtatë Mendendorin, Skënderbeun, ndeshjet kështu portëzish e kisha. Futbollistët shihnin ty dhe u zgjidh ky muhabet. Po si mos të ra një futbollist në sy Monika, nuk e kuptoj. Shiko, unë ti. Mos i do të gjatë. Të gjatë i dua. I dua të gjatë. I dua të gjatë. I dua dhe vjen. I shoh nga zëri dhe nga duart. Ti thua një herë duhet jetë i gjatë. Tani si çiktu. Mirë, atë të gjatin me atë paraleli nuk do eci dot. Pra, duhet jetë më gjatë. Duhet jetë çik i gjatë. Shiko, e di që unë kam bërë mundje me çunat në Ja, po Monika tani. Po, mundje me çunat kam bërë. Po, mundje dhe futboll. Dëgjoj se do të tregoj më. Ore nuk ka rëndësi çfarë ke bërë ti, çfarë kanë bërë ata. Ata tani do ta them për herë të parë. Bënim ato të klasës sepse ishim në gjimnaz, edhe unë kisha shumë gjoks. Në gjimnaz? Në gjimnaz. Gjoks kisha. Nuk i kisha të bëra, i kisha Jo, i kisha natyrale po. Ashtu. Dhe të gjithë çunat donin të bënin mundje dhe unë bëja sikur ata bënin sikur binin poshtë dhe unë thoja, "Ua, sheva gjithë." Ata kishin pra drejtë drejti. Prandaj kishin dëshirë me kap në një gjë se ishim. Me kap në një gjë se e kisha 7 në atë kohë. Në munde. Jo, luftonin ata se ashtu. Po si dakord. A shkojmë tek ku jemi? Ja tani do kalosh. Po të dogji bëj çfarë duash. Po të dogji do më bëj çfarë duash. Mos më hajt më në emisione.
Unë të vim aty në emision. Ore ty. Po mos meraj shumë. Do vazhdoj sfidën. Jo, seriozisht e kam. Qa ka? Jo, s'ka gjë. Lea ajo është... Lea, unë jam tu të... Se shpiston ajo tani, ajo nuk e shikon që po bën. Do të shikoj ai se... Ka dish ti tha. Shife. Olsi, aman. Oh, jo. Olsi. Për kokë. Beton, s'ka nevoj, mos e bëj. Jo, do me thënë është djekse si... është më pak djekse se ajo, po është djekse tani, mos e bëj. Po të kesh sedre bën ore, kupton? Çfarë ishte kjo fundit? Po të kesh sedre bën, nuk diskutohet. Pra nuk duhet të dorëzohesh, ishte Nuk duhet dorëzohesh. Ha? Kur? Kjo është fjala. Kjo është fjala. Po të kesh sedre nuk dorëzohesh kur. Ah, mor bab, dy gjona mi mësove gabim. Ha. E mos u dorëzo? U përvëllua fare. Mos u dorëzo? Ha, mos është ti ndikohesh nga ajo që them unë. Ndikohesh nga E ke gabim. E ke shumë gabim. Jo në koshient, në subkoshient. E ke shumë gabim. Ja, në rregull je. Si po ma pi Kodiko, ndihmon dhe është super për shoqëri. Kodiko është, që ta dini, është tequila më premium bot. Ha se shumë mire përballove. Është ulë dhe gjysë në karrike vdiqja fare, më kënaqi fare. Po çfarë? Ja, kjo, a nuk është e bukur kjo intervista ime se ja Po ulesh ma ke futur ma, jo gjysëm të ri, po... Çfarë bëj unë tani? Unë salcat. Ta dish që unë ja fut çdo ditë vetes time me muhabet. Kështu kur ja fut vetes njeriu tha. O ti zemër, mos i ke qef këto ti dhe e gjete e gërmove këtë bot që nga kjo. Si ti kem qef më? Qa më bëre mazokist tani mu? Sa po, edhe mund t'jesh. Unë Gjë e mazokist? mirë është. Edhe mazokizmi gjë e mirë Unë është. mazokist. Knaqen në ropë me mazokizëm. Hajp që kam zhikun. Jepe, sille. Se i bie vetes kështu. Dhe që thua ti e mire, drejt, po ne të pam Big Brother që e mirë ishte. Nuk ishe e keqe Big Brother. Ç'pate me Big Brotherin ti? Një arsye që u futa, ishin tre, po njëra që ishte ma, doja të mos bëja vaksinë. Seriozisht e ke? Po. Beto. Por kokë për atë zot. Unë ato ko punoja në bashki, dhe bashkia më nxori të gjitha. Një arsye. Një tjetër ishte që doja. Unë nuk do merresha me arsye tjetër përveç kësaj. Për mua mjafton kjo. Të lumt se bëre, 100 vjeç do vesh. Do vesh dhe si llokum. Po prandaj. Do të fillonin hallet, diabetera, gjëra. Ke probleme kështu? Jo, asnjë gjë. Jam top, ore. Je top. Ore nuk e ke ide. Shëndeti. Unë më ka marrë kujtë. Unë duke se kur kam qenë 30 kam qenë më e smur. Tani s'kam as smur. Ka kaluar gjitha. Po tani edhe po të kesh plasi. Po, po s'kam fare. Një burr latina duhet edhe zgjidhen të dy. O, një flakja si këta. Edhe që thua ti vaksina, pastaj tjetër? Vaksina? Po the pse mos futem një herë valla? Jo, nuk e kisha qef, sepse ato dy njerëzit e mi të shtëpisë. E pra mamaja dhe goza s'donin. S'donin. E po do bëje një gjë për Monikën se gjithë jetën për to. Jo, vetëm se më duheshe të futesha për të rimarrë një herë veten. Si të ndihmoj? Më ndihmoj. Ti pa Të themi një Aha. Të themi një gjë të vërtet. E para një spektatori nderuar na ndjes se këto djegjet nuk e di se ç'po na kullojnë. Nuk di se kemi bërë si ato kullorset. Kullokte, kullokte. Vazhdojmë. O zot, je lot për zotin. Nuk e dija që mund të bëja kaq shumë shaka me ty. Më kanë thënë që je tip fani e kështu me radhë, po Edhe kjo ishte një arsye për të rikthyer vëmendjen, sepse pse jo? pa e ditur, unë dikur e kam goditur si produksion. O do më thënë, ose kur jam marrë, që janë bërë me njerëzit e thjeshtë, më është dukur një çmenduri. U fute me pritshmërinë për ta fituar apo u fute për të marrë pjesë? Fare. Përkundërzi, unë e dija që pas 2 javësh, 3 javësh do dilja. Sepse duhet ta sqaroj me që më ra rasti,
aq kisha dhe lejen e zakonshme, me që u diskutua shumë atëre. Monika ka përfituar, ka marrë rrogë, unë nuk mora. Mora vetëm lejen, që është 21 ditë që e kisha. Dhe pas lejes, unë do dilja. Ka që ishte një marrëdhënie ose një bashkëbisedim që bëra unë me Arbanën. Dhe kur në trurin tim nuk e kisha menduar që do rria 134 ditë. Kur? Sepse unë jam njeri shumë impulsiv. Njeri që e dua shumë lirin time, luftoj për lirin time. Dhe atje ndodhi komplet e kundërta dhe nuk arria, vetëm kisha një besim të madh që do jipja Monikën që jam këtu. Ndihen se ke dhënë aty? Unë mendoj që e kam dhënë dhe më vjen keq që shumë njerëz nuk e kanë kuptuar. Po e kanë kujtuar që unë kam bërë lojë. Nesër, nëse do bëhet një Big Brother tjetër, po ndoshta do luaj. Po në atë kam qenë realisht, bile mos... A futesh dhe njëherë? Futesh, për zotin, ti futesh. E di përse do futem të bëj një sfidë tjetër, sepse shumë herë rikthimet e dyta kanë qenë dështim. Të të gjithë. Do të sfidosh dështimin ti? Unë do të shikoj, do dështoj, apo do vazhdoj si Monika që jam unë? Nuk dështoj. Te heq një... Nuk del do t'i nga. Do jesh prap Monika. Do jem prap Monika. Prap, po mund t'jesh një Monika më e zonja brenda asaj loje, po nuk mendoj se do dalësh nga të qenit Monika. Jo, nga të qeni Monika jo, po nga të thëni ca mendime troç po. Jo se si thoja mendime. I thoja. I theti që ti. E di çfarë nuk kuptoja unë. Çfarë bëre mira? Ja, për shembull, njerëzit mua nuk më kuptonin dhe thonin baklava dhe kadaif, siç e tha i madhi Ilir Haqiri. Po ç'ke me Lirin maman? Po sa ai e tha baklava dhe kadaif, megjithse tani çe ku shkruajmë ndonjëherë. Edhe I ke rregulluar marrëdhëniet me Lirin? Mos e s'janë arsye tani për të qenë me natë me Lirin. Jo, po s'm ka marrë asnjëherë në asnjë projekt, si tha se kanë dëgjuar të gjithë teleshikuesit. Dëgjoj sa të dal unë. Kur të bëjmë ato projekte, ti do jesh tek unë. E pse nuk më morën në projektet e tua? Po jeni zot pra, u zot. Po çfarë jemi zot? Po baklava më quajtë edhe kadaif. E ëmbël kjo, e mirë kjo. Nice. Dhe tani më kërkonin mua njerëzit, unë e kuptova lojën. Që në qoftë se unë do thoja një emër, midis Ilirit dhe Donaldit, me kë jeti Monika, me Ilirin dhe me Donaldin, dhe në qoftë se unë do thoja me Donaldin, sepse loja ishte më e fortë e Donaldit, për atë çka shikoja unë brenda në shtëpi, jo jashtë, atëherë ikja unë se mori vesh publiku, ndërsa unë i mbajta, i thoja he me këtë, luaja me këtë, luaja me atë. Mirë e bëre ti. Ja e sinqeritetin morin qafti. Po 134 ditë vajta unë ama. Jo, pa absolutisht do me jeti, po nuk diskutoj. Ti e di pasaj të tjera ti di produksion. E di që ne mund të ishim bashkë në atë shtëpi, po unë nuk kisha gati që të futesh në... Si ishe gati? As do jem ndonjëherë gati, se nuk e bëj dot. Mos u bëj gati, se unë nuk u bëra gati. Jo, po ti e s'jam, di që nuk unë e s'kam marrë as edhe një rrobë nga shtëpia ku tani. E di, do të edhe mua më tha atëherë Arbana që do jetë kas shumë e bukur, do janë njerëz lezetshëm të tjerë, pa le. Trupi. Unë do kisha qenë preferuar jot më emën. Do vemi te 10. Kush është lojtari preferuar më i mirë joti tani, direkt pas? Më i miri që ka luajtur në Big Brother, ose që pati histori më shumë. Donaldi, pse çfarë? Luizi. Luizi nuk pati lojtar përballë. Edhe një lojtare që pati si Olta. Se mendon se po të kishte Donaldin Luizelli nuk do ta nxirrte? Unë nuk mendoj. Ndryshojnë ngjarjet. Nuk mund ta themi pasi kemi parë një big, tjetër dhe një big tjetër. Donaldi është super djalë dhe shumë i mirë dhe super artist dhe të gjitha të mirat e botës. Jo, unë them për historit. Absolutisht, shiko. Tani kur të flasim për Luizin, me që jemi te pjesa, unë e kam vlerësuar Luizin te pjesa e muzikës, që është një këngëtar shumë i mirë dhe realisht ai e qan atë, te pjesa e batutës e humorit, që do ta mbante gjallë. Pa parë. Cila është pyetja? Që s'ta ka bërë askush, po do doje ta bëni. Dhe kjo është pyetja e fundit që kam. Bëje. Sa po e bëra? Cila është pyetja? Që s'ta ka bërë askush, po do doje ta bëni. Është pyetje lehtë kjo. Po. Është pyetje për të menduar, po lyej një herë. Hajde, themi te Ferri, lyej. Ua.
E po s'ma the. Kush ishte pyetja që s'ta ka bërë askush. Takojmë javës tjetër për ta... Inshallah mbijeton deri atëherë. Megjithatë, Barcelet, më thua që Barcelet? S'të vjen as ajo. Unë dua vetëm të dal. Të dalësh jashtë. Të dal jashtë. Pse do të thuash ti? Para se ty je këtu. Jo, inshallah. Ore, funksionojnë këto? Për ke zor Dembele. Funksionon. Dali nuk e di çfarë cilësie do dali. Çka do dali? Monika, unë të falenderoj shumë që ti more pjesë të këtë intervistë dhe sfidë. E shikoj që po digjesh çik. Për një njeri që nuk i konsumon as pak djegset, kjo është problem. E para do të korrigjoj se the po digjesh i çik. Atë një çik mbaj për Evën ose për shoqet e Evës. Unë po digje më shumë. E di që po digje shumë, po që njeriu çast vret bën më të fortë. Falenderoj qumshtin Lufra, falenderojmë jute. No cash, no problem. Të gjithë ju që doni të kryeni proceset, bëni qefe, të blini gjëra, edhe po s'mos keni cash, lehtësisht e arritshme. Faleminderit Go Plus, mos harroni keni një sfidë dhe lojë shumë të bukur që bën loja Go Plus, mund ta gjeni online lehtësisht, fitoni Avatar 2. Vjoni se në qershor hidhet makina e dytë. Faleminderit Kodigos. Po, mund të marr pjesë në këtë makinë? Po sigurisht që mund të marrësh pjesë. E rregullojmë atë muhabet. E rregullon? Do marrësh të kodin që është këtu mbrapa. Po, s'kam për të fituar asnjëherë. Do marr, po s'ke fat? S'kam. Lere. Do dhe çik fat ajo. Gjithsesi ti pi. Se kjo janë të çishme, janë të lezetshme. Falenderojmë Real Motors, cilët ofrojnë makina të papara për të gjithë ju dhe motora që doni të udhtoni në Shqipëri. Më fal, edhe makinë më duhet mua. Të duhet edhe makinë. Po. Me qira? Me qira. Real Motors. I ditë japësh? Ua, e kam marrë që në 99 patentën. Që në 99 llogaritë, kjo vetëm me marsha ditë jap. Automatik, jep automatikës. Edhe automatik, të dyjave ju jap. Dhe faleminderit Argjendari Donaldo, kjo është projektuar për vetë Monika Lubonja. Faleminderit. Mund ta prit ta hapim. Vau pak gentil. Shumë, këto janë. Të kuqe, bravo. Edhe shkojnë shumë. Edhe me këtë rozën që ke vesh ti. Po, s'na shikojnë syt nga djegja. Prit. Vau pak gentil. Vendose se roza me të kuqe në shkon dhe sillin. Spektakl. Të dija unë të vija nga këto, isha bërë Argjendar. Këtë e ka bërë, ta dish ti, është djerësit për zotin, është bërë ujë nga sikleti. Ujë, po lere tani që unë s'djerësisë. Llogarite. Ku je? Ja, këtu, prit. Po, zoti i madh. Këtë ta dish që e ka bërë Entela, e ka bërë me duart e saj për Monikën. Entela është vjera ime. Dhe Lere tha, gjithë i bëjmë bërzylik, Monikës ta do t'i bëj një gjë me kështu të kuqe, se është pasionante, është kështu e bukuroshe. Entela, zemër, jo vetëm që jam pasionante, po ngjyra e kuqe është dashuria që unë i dua njerëzit dhe dua gjithçka në këtë jetë. Faleminderit dhe ke qelluar me këtë. Faleminderit Argjendari Donaldo, faleminderit gjithë juve që na ndiqni, mos harroni të na ndiqni në të gjitha rrjetet tona sociale. Faleminderit shumë Monika, meriton një përqafim.